parafrojmë edhe bisedën tonë, sigurisht do ndiqem edhe në këtë momente një pasazh të shkurtër të ankesave të qytetarëve shqiptar, të cilët thonë që çmimet janë të papërballueshme dhe me parat, me pensione që marrin qofshin pensionistët të moshuarit, nuk arrin të blejnë produkte. Njëri thotë që kam arrita të blej vetëm 3 kokra domate, por e ndjekëm materialin dhe rikthehemi sërish për të diskutuar në problematikat, por jo vetëm, por gjithashtu edhe në zgjidhjen që ofron vetë Partia Demokratike. Rritja e çmimeve të produkteve të shportës ka sjellë efektin e uljes së fuqisë blerëse në tregjet e vendit. Në Lezhë, qytetarët shprehen se çmimet e frutaperimeve nuk janë të përballueshme dhe se pensionet e tyre nuk mjaftojnë për asgjë. Kjo situatë po i detyron të reduktojnë blerjet, duke zgjedhur vetëm produktet më të domosdoshme. Sa u kështu, nofta janë rrit çmimet e të këtu nuk ka kush ta blej bashkë me thënë 1 cent. Më ka rrapër se s'ka njerëz. Ku ti morrim njerëzit? Ka me ti plak raskope shitonë kështu më rrapashim. Shumë të shtrejta për zotën, për pleq më të shtrejta s'ka. Çmimet drejt tash nuk janë të favorshme për ne pensionistat, po s'ka çfarë bë. Ja, se kanë edhe ilaçet e kanë edhe probleme tjera, janë dritat. Mollën e kanë marrë 2 me sheqer, sa kanë marrë, se merr kushtoj se janë pa lekë. O mi tretë o mi ul çmimin. S'ka çfarë më bë. Po si sa probleme po, disa djathin e kam treton, disa mollën e kam treton kështu. Gjizën sidomos e kam tretë se ushqim të për 3 ditë. Rritja e çmimit të fruta perimeve dhe zarzavateve ka bërë që të bien shitjet në qytetin e Fierit. Unë ndodhem në markato më të madhe të fruta perimeve në zogun e Zi në Fier. Kjo markato nga afro 75-100 tregtar tashmë ka mbetur vetëm gjysma e tyre. Shkak është rënja e blerësve. Pensionistët janë ata që janë goditur më shumë nga rritja e çmimeve në Fier, duke u shprehur se shumë produkte nuk arrin t'i marrin për shkak se nuk i përballojnë dot me parat që kanë. Ja, mora unë po. S'do marrë do të bukën darkë. 3 kokra domate mora u. Të larta janë, për neve pensionistët. Ne s'kenë pensionistë, nuk në del. Po, s'kam lek, nuk kam lek, ka vajtë mënde, po s'kemi leka. Maja të malë më dobët. Po, me 150.000 lekë do marrë unë, unë 50.000 lekë i paguaj drita ujë. Po i laqet e mija do t'i marrë unë, apo dilan pa marrë. Të vdesim. Do marrë 2 salvator, do ikin shtëpit. Të vetë e mandje, do të hajtë, bëjt një tërator. Se një fjalë janë ullë shumë, inshallah ngrihen më. Nga ana tjetër, edhe tregtarët përballen me vështirësi të mëdha. Ata thonë se mungesa e klientëve ka detyruar shumë prej tyre të mbyllin aktivitetin. Tani ata kanë hikur, se nuk e përballojnë, taksa është shumë shtrejtë këtu, për kohën që ka ardhur. Situata është në përgjithësi e keqe, nuk kanë probleme se vetëm këtu kanë ne. Kjo situatë tregon një krizë të dyfishtë, rritjen e çmimeve dhe rënien e fuqisë blerëse, duke e kthyer tregun në një vend të zbrazët. Që këto pra problematikat e qytetarëve shqiptar janë problematikat e cilat hasin jo vetëm në pjesën e veriut, por gjithashtu edhe në jug të vendit, me produkte të shportës të cilat janë rritur për shkak të rritjes së çmimit të karburanteve, por gjithashtu kemi përcjellë edhe lajmet, informacionet të cilat vinë nga qeveria. Ishte edhe ministri i linjas i energjetikës, i cili ka deklaruar se taksat deri në këtë momente nuk prekën pavarësisht të rritjes që do të pësoj çmimi i karburantit, një çmim i cili ndikon drejt për së drejti në jetën e çdo qytetari shqiptar, por gjithashtu do kemi mundësinë të rilidhemi sërish edhe me zotin Sharka për të diskutuar edhe mënyrën se si duhet dal nga kjo krizë, në mënyrë që qytetarët shqiptar të mos jenë kaq të prekur nga çmimi i naftës, që të mos e ndikojë pra edhe çmimin e produkteve të shportës, siç mund të shohim pra